Unë jam optimist që gjërat do të shkojnë në bare mirë, edhe sa i përket konstituimit të kuvendit, edhe sa i përket formimit të qeverisë. Njëherë jemi ende duke pritur numërimin e votave. Pra, votat janë ende duke ardhur dhe duke u numëruar. Me rastin e përmbylljes së numërimit të votave, ne do të mund të fillojmë të bisedojmë për hapët e ardhshëm, por duhet ta keni parasysh atë që është evidente përsëri që lëvizja vetëvendosje është fituese pa diskutueshme bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe PSHDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legjislaturës 11. Unë jam optimist që gjërat do të shkojnë në bare mirë, edhe sa i përket konstituimit të kuvendit, edhe sa i përket formimit të qeverisë, ndërkaq që sa i përket zgjedhjes së presidentit, përkatësisht presidentes së re, ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë. Ju e dini që në këtë pranverë që po i vije fundi, si qeveri e Republikës së Kosovës, kemi bërë oferta të jashtëzakonshme për opozitën, por ne kemi propozuar, ata kanë refuzuar. Shpresojmë që kësaj radhe do të jetë ndryshe, pra për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11 nuk duhet ne të ndryshojmë, sepse ne ishim ata që morëm iniciativat për takime, ne ishim ata të cilët ofruan bashkëqeverisje me LDK-n. Nga ana jonë, ne kishim iniciativë, ne kishim oferta e propozime, dhe ne kishim konstruktivitet dhe aktivitet. Shpresojmë që të këtilla do t'i shohim edhe tiparet e opozitës për dallim prej kësaj pranvere që po i vjen fundi.